Përshëndetje dhe mirë se vini në këtë hapësirë të intervistës, ku sot ja kemi dedikuar konsumatorit dhe sigurisë ushqimore. Sigurisht kur flasim për sigurinë ushqimore, ndjeshmëria është akoma më e lartë kur të prekur janë të vegjëlit fëmijët. Një alarm nga rast që ka alarmuar të gjithë botën kur është trirë edhe në Shqipëri dhe në Kosovë, bëhet fjalë për qumshtin formul për fëmijët, Aptamil apo të Nestle. Dhe për të folur më shumë rreth kësaj teme, unë sot kam të ftuar ekspertin e sigurisë ushqimore, drejtorin e Qendrës Alert, zotin Granit Sokolaj. Zoti Sokolaj, faleminderit që je sot me ne. Faleminderit dhe ju për ftesën. Atëherë për ta nisur tek alarmi i fundit, rast ka sinjalizuar her pas herë në fakt Shqipërinë qoftë për pesticide, por së fundmi edhe për një sër qumsht formol për foshnjat. Fillimisht nisi me Kosovën, pastaj u shtri edhe në Shqipëri. Çfarë përmban ky qumësht i kontaminuar, sa i rrezikshëm është për fëmijët dhe si duhet të jenë prindërit pra që të kenë një kujdes të shtuar, se normalisht ato që janë më shumë të alarmuar janë edhe vetë prindërit. Atëherë, spari kompanitë Nestle, Danone, por edhe të tjera kanë kërkuar dhe kanë nisur tërheqjen e produkteve tyre nga tregu, pra formula për foshnjë që në muajt nëntor dhe dhjetor, dhe më pas në janar janë identifikuar edhe vendet tona, Kosova dhe Shqipëria më pas, që këto produkte janë shpërndarë edhe këtu, sepse duke ndjekur gjurmëshmërinë është vërtetuar që kanë ardhur edhe në Shqipëri. Janë disa marka, nuk është vetëm Aptamili, dje ka qenë një alert i fundit që po tërhiqet, pavarësisht se nuk është në Shqipëri zyrtarisht, që po tërhiqet nga tregu. Pra janë Nanni, është Aptamil, Bimbi ka pasur probleme, pavarësisht se nuk ai lot apo ato seri nuk ishin ardhur në Shqipëri, pra janë një sër kategorish. Sigurisht u detektua Kosova si vend që është shpërndarë më përpara nga gjurmëshmëria, sigurisht nga raspi gjithmonë dhe nga vetë kompania me distributorët e tyre, më pas edhe në Shqipëri disa lote të Nannishit dhe Aptamil kryesisht. Dhe Aptamil ishte ai që bëri edhe, po themi, në thojza kërdin, se më i përdorshme. Më i përdorshëm për fëmijë. Në fakt, çfarë duhet të kemi kujdes, sepse ju e cituat pak më përpara lotin. Kjo do të thotë që është një lot i caktuar, pra prindërit duhet të shikojnë lotin e Aptamilit apo të qumshtit të cilet ato e marrin. Nuk bëhet fjalë për të gjithë serinë, apo jo? Sigurisht, loti është pikërisht ai kodi, po themi, targa, numri që identifikon serinë që ka probleme. Kjo nuk do të thotë që është gjithë seria, gjithë prodhimi i njëjtës markë, absolutisht. Por janë disa lote të veçanta, 1-2 janë në Shqipëri në mos gaboj, të Aptamilit për shembull, i cili në dijenin time është tërhequr nga tregu, nga vetë distributorët, sigurisht edhe me ndikimin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, i cili e ka për detyrë dhe që është tërhequr. Megjithatë, në çdo moment mund të ketë nëpër tregje, mund të ketë në farmaci, sepse nuk janë vetëm rrjete marketesh, janë edhe farmaci të mbushura në gjithë Shqipërinë, mund të ketë njerëz që e kanë në shtëpi dhe mund të verifikojnë lehtësisht lotin në rrjetet sociale, në faqen e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit e tjera, dhe apo në rast për konsumatorët është pak teknik rasti dhe nuk din ta kërkojnë dhe mund ta identifikojnë. Nëse kanë shtëpi, lehtësisht mund ta kthejnë aty ku e kanë blerë dhe është detyrim ligjor në fakt, ose t'ju androjnë me një produkt tjetër që nuk ka probleme, ose t'ju kthejnë parat mbrapsht. Toksina që është gjendur, çfarë shkakton tek fëmijët? Atëherë, toksina është një celuid që nga gjithë hetimet e kryera nga autoritetet ndërkombëtare, kryesisht edhe nga vetë kompania Nestle, apo edhe Danone, sepse kanë përdorur të njëjtën lëndë të parë, pra shtesë ushqimore, është një vaj i ardhur nga Kina. Vaj Ara quhet, dhe ai mendohet që është shkaktari i kësaj. Është lëndë e parë, e cila nuk e di si u ka kaluar kompanive, e kanë futur në prodhim, por duke qenë se qumshti formul është qumësht pluhur me shtesa tjera ushqimore, siç mund të jetë vitaminat apo vajra të ndryshme bimore, siç është konkretisht ky është shkaktari. Tani në lidhje me simptomat, këtu ka një problem shumë të madh për prindërit dhe për mjekët në fakt. Sepse disa herë kam thonë, e kanë nxjerrë dhe EFSA ka filluar mbas këtij alarmit ndërkombëtar, sepse ky nuk është vetëm për Shqipërinë e rajon, në gjithë botën po tërhiqen këto produkte, kanë të njëjtat shenja si viroza testinës. Ka diare, ka të vjella, ka dhimbje barku për bebet, pra shkakton ky bakter që është në vajrat, në këto qumshtat formul. Njëjtat simptoma janë edhe nga viroza testinës. Kështu që mjekët e kanë disi të vështirë për ta identifikuar që është konkretisht nga qumshti formul, ky problem, ama prindrit duhet ju tregojnë mjekëve e para, dhe e dyta, gjithsesi është e vështirë nëse nuk kryen analiza.
pra fëmijës ti mund t'i marrësh mostër për analizë mjekët në të vjella, në feqe, ndoshta edhe në gjak, dhe për të treguar nëse është vërtet nga aptamili, nga qumshi formulë, pavarësisht emrit, apo është virozë tina. Ndërkohë, ne sinjalizime gjithmonë i marrim nga RAS, nga Sistemi Evropian për Ushqimin, i cili na ka sinjalizuar sidomos gjatë vitit kaluar vazhdimisht për prodhimet shqiptare, prodhimet me përmbajtje të lartë pesticidesh. Në fakt, çfarë masash kemi sot në treg ne? Pra, pas gjithë atyre alarmeve që erdhen her pas here, a kemi një ndryshim të situatës rreth asaj që ne konsumojmë? Çuditërisht që nga dhjetori e deri tani nuk kemi alertë në rast për produktet tona, pra në eksport. Është një diçka i ditëve të fundit që nuk e kujtoj mirë, por është pa ndonjë rëndësi çështjet një dokumenti të një produkti të ngrirë, që nuk ka lidhje me fruta perimet. Por çuditërisht nuk kemi. Kjo nuk do të thotë që është përmirësuar situata në Shqipëri. Qellojnë që sepse realisht në gjithë sasinë e eksporteve që ka Shqipëria fruta perimeve në BE apo edhe vende jo anëtare, numri i alertëve nuk është aq i madh, pra është i vogël krahasuar me sasinë e eksporteve. Këto 2 muaj çuditërisht nuk kemi. Nuk kemi siç pritet në mandarinë, nuk kemi në agrume. Do të nuk është sezoni. Jo, nuk kishim as në dhjetor për shembull. Nuk kishim alerta as në dhjetor, por sigurisht situata vazhdon të jetë me probleme. Ne flasim për eksportin, por fatkeqësia jonë është që ne nuk dimë çfarë konsumojmë në Shqipëri. Presupozojnë që në eksport shkojnë produktet më të mira. Po këtu çfarë konsumojmë? Ndërkohë një pjesë e tyre u kthyen dhe u kthyen në tregg u konsumuan nga vetë qytetarët tanë. Po, ajo ishte historia 2024, se me konkretisht një ngarkesë me mandarina që u kthye nga Kroacia. Në atë kohë AKU e mohonte. Personalisht për shkak të punës dhe burimeve ju thoja ajo sasi ka dalë në treg, është konsumuar nga shqiptarët dhe shkojnë në burg eksportuesi që pikërisht për këtë çështje, pra se i kishte nxjerrë në treg. Por nuk është vetëm ky problemi. Problemi është sasitë që janë në tregun tonë të destinuara për ne, kush i kontrollon? Sigurisht Autoriteti Kombëtar i Ushqimit, sa mostra merr, nuk e dim. Si rezultojnë mostrat, nuk e dim. Dhe ky është problemi te komunikimi. Kemi mungesë transparence. Patjetër që ndodhin problematika, ty mund të ndodhi që merr AKU mostra, po themi agrume ose çdo lloj fruti apo perimi tjetër, dhe e analizon, kur del analiza produkti është shitur. Pra nëse merr në tregje, sigurisht ato do shiten si në treg janë për t'i marrë qytetarët, për t'i blerë. Kështu që kemi një problem me komunikimin e riskut dhe ky vazhdon të jetë problemi serioz i Autoritetit Kombëtar të Ushqimit. Përveç, numri analizave, jo i duhur i krahasuar me prodhimin, importin apo tregtimin, mungesa e laboratorëve të AKU-s që gjitha analizat shkojnë dyndën në ISUV, i cili në fakt është laborator referencë, nuk duhet jetë përkryer analiza të përditshme, rëndom sipas planit vjetor marrjes mostra apo një alerti kur vjen. Ai është laborator referencë si përveç pjesës së eksportit, ai duhet të jetë për çështje shkencore, për si gjykat apeli kur dikush konteston analizën e kryer në laboratorin e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit, nëse do ishin të akredituar e funksiononin, e çon në ISUV për një tjetër analizë. Pra nuk do ishte për dhe sigurisht edhe aty krijon ato ngërçet, vonesat në përgjigje. Në fakt një tjetër problematik që ne kemi hasur her pas here janë shitësit ambulant. Pra ushqime sidomos edhe pjesa e bylmetit që shitet në komplet kushte jo higjieno-sanitare, në kushte rrugë, trotuare, Rama atëherë pra lajmëroi që duhet të pajiseshin me faturë tatimore. Ndërkohë, sa të sigurta janë këto ushqime dhe apo dominon kryesisht importi tek supermarketet tona, se shohim gjithnjë më shumë produkte importi? Në lidhje me të parën, sigurisht produktet në rrugë, dhe flasim gjithmonë për produktet me origjinë shtazore, fruta perimet, risku është thuajse zero i tyre për vendin ku shiten, përmbajtja është diçka tjetër, sigurisht ato vazhdojnë të shiten dhe përbëjnë gjithmonë risk. Pra nëse ti merr një qumësh në rrugë, që shton miliona herë që s'dihet origjina, kushtet higjieno-sanitare, amballazhi, shëndeti i kafshës, gjithë zinxhiri, pra sigurisht përbëjnë rrezik. Dhe ato nuk duhet ishin, vazhdojnë t'jenë. Madje dje në një takim që kishim me aktivitet me Këshillin Kombëtar për Integrimin Evropian, me bashkëkryetarin e Këshillit, zotin Balla, ministrin Salla, ministrin e Bujqësisë, u diskutua pikërisht kjo çështje. Kishte sigurisht edhe grupe interesi, OJF e tjera, por si do të hiqen. Ti do gjesh mekanizma së pari për të hequr këta njerëz nga rruga.
sepse autoriteti kombëtar i ushqimit i ka zyrtarisht jashtë kompetencës. Nuk ka NIP dhe nuk i inspekton dhe as nuk i heq. Policia bashkiake e vetme nuk i heq dot, policia e shtetit nuk i heq dot. Ti heq sot edhe nëse krijohen grupet përbashkëta, po ato duhet jenë të përhershme derisa ky fenomen zhduket, ata dalin prap, lopën e mielin darkë dhe dalin nesër, shesin qumësht. Po nuk është ky problemi. Problemi është t'ju amarrësh të qumësht, të gjesh mekanizma me industrinë e përpunimit, me pika grumbullimi në fshatra të caktuara, sepse ata kanë jetesën e përditshme, kanë bukën e fëmijëve dhe jetesën e fëmijëve të tyre. Fermerët. Shiko, duhet të ndajmë dy kategori. Këta që shesin rrugë nuk janë fermer. Ata kanë një lop. Pra, logjikisht janë fermer, po nuk janë fermer që janë biznes. Fermerët e biznesit janë historia e problemeve të fundit që çështja e aflatoksinës t'ju marrim apo mos ja marrim qumshin. Ata kanë 5 lopë, 10 lopë sipër ose edhe timta, dhe ata kanë konsiderohen fermer. Ka një nip të tjera. Një individ që ka një lopë periferi të Tiranës apo një qyteti tjetër, sigurisht ai është një fermer, po është vetëm për nevojat e veta, pra shet ka një kafshë ose dy, mban për konsum familjar dhe shfaqet e pranë nxjerr rrugësh. Ky nuk konsiderohet fermer dhe nuk është i përfshirë në skemën e subvencioneve. Pjesa tjetër pastaj që kanë stalla vogla apo të mëdha, kanë nip të tjera, kjo kategori janë fermerë. Sigurisht deri tani kanë qenë të tërkeq, po them, financuar nga skemat kombëtare. Edhe ky vit nuk do jetë fort i mirë, pavarësisht se ka një rritje. Të shohim në vijim duke vënë re që ka një ministër i ri i bujqësisë ka marrë një tur në qytete ndryshme të vendit, në zona ndryshme, për diskutuar me fermerët dhe për të parë ku janë nevojat më të mëdha, sepse sigurisht me sa di do filtrohen, në kuptimin ku ka më shumë kërkesë për njëjtën çështje, asaj çështje do t'i mshohet më shumë për ta subvencionuar. Megjithatë, në tërësinë e vet janë të keq financuar, po të krahasojmë vetëm me Kosovën e Maqedoninë e Veriut. Ndërkohë dhe fondet e IPART vazhdojnë të jenë të ngrira pikërisht për shkak të skemës korruptive që veprohet. Ato janë të ngrira, por flitet që mund të hapen brenda 2026-s, unë personalisht e dyshoj që mund mos hapen. Unë nuk besoj që Komisioni Evropian do të lëshoj prapa të fonde për IPART 3-shin pa shkuar dikush në burg për IPART 2-shin. Nuk kemi askënd për përgjegjësisë, nuk dim se sa para po kthehen mbrapsht nga ato që me të cilat është abuzuar, por dyshoj që edhe 2026 mund mos hapet. Autoritetet, me sa kam dëgjuar, e thonë që do hapen 2026, uroj që të hapet, por ka një problem. Këto fondet i IPART nuk janë për fermerin hallexhi, për fermerin e varfër. Të duhet të kesh para, duhet të investosh, duhet të bësh projekte, duhet të bësh një mal me letra siç do shteti, të investosh, të përfundosh investimin dhe pastaj të disbursohen kur e ke fituar, kuptohet, dhe pastaj të disbursohen paratë e IPART-it. Pra është problem, ai i varfri nuk ka për të fituar dot atë. I varfri, nëse i varfri duhet marrësh kredi që të ndërtosh, të investosh dhe pastaj të kthehen paratë mbrapsht nga IPART-i, gjithmonë kur ke aplikuar dhe fituar. Po për të aplikuar e për të fituar, se pastaj fituara është tjetër gjë, të duhen studio, të duhen arkitekt, të duhen urbanist, të duhen pra një studio që të mbyll gjithë procesin me një mal me letra dhe një pagesë jo fort vogël. Pra që këtu të nis barra. Nuk po hyjmë çështjeve historive, letra toke, çështje të tjera sepse janë barë në vete. Pra ka një shprehje, paraja shkon te paraja. Këto para nuk shkojnë tek i varfri. Si e keni parë rekomandimet e Komisionit Evropian 2025-s për Shqipërinë sa i takon pjesës së sigurisë ushqimore? Raporti i Komisionit Evropian sigurisht ka shfaq një sër problematikash dhe duke e theksuar që është me gjuhë të moderuar, sepse situata është edhe më keq. Dhe dinë edhe ata gjuha atyre ka qenë e moderuar. Të gjitha fjalit, çdo paragraf janë ato shprehjet nuk është bërë, nuk është bërë, nuk është arritur, duhet ndryshe. Dhe më keqja është që rekomandimet e çdo viti të Komisionit Evropian, po flasim vetëm për kapitullin 12 në këtë rast, nuk plotësohen. Komisioni Evropian lë detyra, këto nuk i plotësojnë. Pastaj janë çështja e kapaciteteve, çështja e laboratorëve. Për laboratorët ka një shpresë që do të rregullohen, sepse është një fond i Bankës Botërore i madh për laboratorët pra është një projekt i madh për sigurinë ushqimore dhe janë disa buxhete të ndara të mëdha vetëm për rritje kapacitetesh laboratorike, ndërtim laboratorësh dhe fuqizimi i tyre. Më pas vijojnë.
Kjo është e mirë, por komisioni shfaq, domethënë raporti i komisionit evidenton 10 probleme në sigurinë ushqimore. Ka probleme për 11 dhe 13 si kapituj. Edhe 28 mbrojtja e konsumatorëve në shëndetit publik. Por veçanërisht, me qenë se jemi të siguria ushqimore, 12 është i nxirr në të gjithën e tij. Për të vijuar tek mbrojtja e konsumatorit, linja gjelbër që ju keni krijuar për mbrojtjen kombëtare të konsumatorit, në fakt sa të informuar janë konsumatorët për të drejtat e tyre dhe cilat janë kërkesat ose ankesat të çfarë natyre të cilat ju keni hasur, pra për çfarë ankohen kryesisht konsumatorët? Spari konsumatorët janë të fatkeqësisht nuk janë as të informuar, e para për t'u ankuar dhe për të denoncuar, sepse nëse ti publikon një pak nësi në rrjetet sociale, nuk është as ankesa adresuar diku, as shqetësim, asgjë. Në lidhje me linjën, ka një farë ndërgjegjësimi, jemi përpjekur t'i bëjmë PR, faleminderit shumë edhe ju absolutisht që e përmendni, sepse çdo e përmendur është PR për te. Ai nuk është një produkt që ne shesim diçka dhe fitojmë, por besoj një produkt që ju shërben gjithve, është aktive 24/24. Natyrat e ankesave nga gjitha fushat për hir të vërtetës, por me qenë se folën për sigurinë ushqimore, për sigurinë ushqimore janë më pak. Sepse siguria ushqimore është edhe perceptim. Një konsumator, edhe pse tenton, nëse e mendon që të ankohet që ky qumësht jap tamil ka probleme, po themi, nëse s'do ishin këto alerte, ai sigurisht nuk ka probleme nëse nuk e vërteton me analiza laboratorike. Edhe për fruta perimet po ashtu. Rastet veçanta ka për ndonjë produkt skaduar që gjendet rëndom në markete, por në tërësinë e vet nuk ka. Ka për blerjet online në vendin kryesor, ka nga të huajt shumë për shërbime taksi, për marrje me qira, për Airbnb ose rezervime që kanë bërë në booking, që tjetër gjë reklamohet, tjetër gjë ju shfaqet në realitet. Ka për anije turistike të ndryshme, ka për paketa turistike nga shqiptarë, jo nga të huaj që kanë udhëtuar jashtë, ka për OSHA-n për mbi faturim, ka për paketat e telefonisë dhe të internetit masivisht, ka për situata kur dikush ka mbyll kontratën me një kompani telefonie interneti, pavarësisht ka mbyllur, ka paguar, ka dorëzuar modemin që ata t'japin, çështja e tij ka shkuar deri në përmbarim sepse ka rezultuar debitor, nuk e kanë hequr nga sistemi dhe i vazhdon të faturimi. Sigurisht, shumica prej këtyre, dhe sidomos ato më problematike janë zgjidhur, fatmirësisht. Përgjithsisht janë zgjidhur nëpërmjet vetë komunikimeve tona me subjektet që ofrojnë produkt në shërbimin, dhe një pjesë e tyre, pastaj kur nuk zgjidhen, ne adresojmë institucione publike të cilat kanë tagrin për të ndërhyrë, tagrin ligjor, se ne nuk bëjmë as inspektime, as nuk marrim masa administrative. Ka për kompani fluturimesh edhe këto nga të huaj për humbje valigjesh dhe mos disbursim tyre prej një viti e ca, edhe pse tashmë ajo kompania është në falimentim edhe pak gjasa ka për të marrë parat, kështu që janë nga më të ndryshmet. Ka edhe pra të një lekshën e famshëm që unë kam publikuar disa herë që nuk ta kthejnë marketet, ka ankesa të tilla realisht ka, jo nga unë, ka për ndryshim çmimi nga për produkti, pra ndryshe çmimi në radhë, ndryshe në kasë, cilin ja kemi adresuar gjithë rrjeteve të supermarketeve, Inspektoratit Shtetëror Mbikëqyrjes, Tregut dhe Drejtorisë Përgjithshme të Tatimeve. Kryesisht që bën me oferta. Po, kryesisht janë këto që bën me oferta, sepse zakonisht ato produktet madje i lënë edhe tek afër kasës, ndërsa menaxherët e hoteleve, do të them falni, menaxherët e rrjeteve të supermarketeve nuk ndryshojnë çmimin në kasë. Dhe ndryshe të delë, kështu që në këtë rast duhet jenë vetë konsumatorët të kujdesshëm, sepse pa dashje. Faleminderit Granit për të gjitha informacionet që përsollet, duke uruar që situatat të kemi gjithmonë edhe më të mira për sa i përket pjesës së sigurisë ushqimore dhe të drejtave të konsumatorëve që ata të jenë më shumë të informuar rreth atyre çfarë hanë dhe konsumojnë. Faleminderit shumë edhe ju. Faleminderit edhe ju që na ndoqët, bashkë do shihemi në episodet e tjera të intervistave me të tjerë personazhe, deri atëherë mirupafshim.